Të gjitha munden mu ulon. Gjënat është fjala. Mundet mu largu njëri për gjënat pa problem. Ndërsa farzët munden mu kry si pas mundësisë. Pse? Sepse ai paraprakisht e ka ndryshu bindjen e vet, pastaj edhe ka filluar me vepru në bazë të bindjes që e ka ndryshu. Për ndryshe ai që se ndryshon bindjen, ai vazhdon me mendu, andaj të ndruar vëllezër. Se rezultati i kësaj është se njeriu shpesh është peng i bindjes së tij të gabuar. Madje bindja e tij e gabuar është pengesa kryesore për me ndryshuar, edhe për me ndërtu mirë. Domthonjë çka, në vend që ai bindjen me shfrytzu që mu ndërtu, edhe mu formu mirë, edhe me ndërtu karakter të shëndosh, ai e gabo bindjen e vet pengesë. Unë s'muj me ndryshu. Edhe ai i cili flet fjalë pahishme ose shon, të pse bre, vjen xhami mu falë dhe sinal këtë fjalë, o s'muj unë. Pse? Sepse i ka thonë mendjes vet që unë s'muj me ndryshu. Edhe bëhët peng i bindjes vet. Për ata Allah i lartësuar me plot të drejtë kullu nefsin bima kasabat rahin. Secili njeri është peng i punës vet. Nëse nuk ka dikush arsye me dal para Allahut, më Allah, unë s'kam mujt më fal sepse çashtu e kum pas bindjen që suni rri gati namazit, ose s'muj me fal namazin. E Allahu, nëse i thot dikush kështu, Allah ka më thonë, pse se bind që veten që muj më fal, sikurse plot tjerë që e kanë bind veten. Ose ai i cili, besimtari i cili del se ka pi alkool para Allahut dhe i thot, unë se kam lënë alkoolin, se më largu pi alkoolit, sepse e kam pas bindjen që s'muj më largu. Allahu dhe pse se bind që veten, që mund është më largu, që janë largu tjerë. Që do thotë se njeriu është peng i vetes, i veprave të veta, paraprakisht është peng i punës së vet. Dhe kështu çdo shembull, çfarë dush shembull i merre? Ndash të farzeve, ndash gjunaheve, domthon farzet që lihen edhe gjunahet që kryhen. Të gjitha munden mu ulon. Gjunahet është fjala, mundet mu largu njëri për gjunahet pa problem. Ndërsa farzet munden mu kry sipas mundësisë. Qysh na kanë ngarkuar Allah i lartësuar, dhe çfarë dush shembull i mundesh me fut këtu. Pse s'dan mu fal në xhami për shembullin? A e folna sabahin të shtëpia, po. Xhamin e ki 5 minuta. Pse? Unë e ka bindë veten që unë duhet më fal shpejt dhe me vazhdu gjumin. Te kish bindë veten që unë duhet më shku me fal në xhami, sepse e kam xhamin afër dhe po më thirr e pe një zanin, unë duhet më shku më fal atje. Pastaj namazi me xhamat është kaq shumë shpërblime 26 ose 27 herë. Më i vlefshëm se që e fali vet, vallahi bëhet gati dhe shkon në xhami vet ecin komt. Sepse mendja i thotë duhet me hec. Mirë, po mendja ka thonë s'duhet me hec. Ti duhet më fal shpejt dhe më një herë. Halo pa fillu dhekrin me ba, gjysën me një sy qelë, gjysën me 2 sytë më shenë. Kështu e ka bind vetëm. Ai i cili ka bindje se nuk mundet mu falë, së një regati namazit se janis kur mu falë. Edhe një pjesë e madhe e atyri që s'falen e lanë namazin për këtë arsye. Pse? Se e ka bindjen që nësë një regati, së në falë. Mon namaz është i pa mundur për mu. Ai i cili s'lexon Kur'an arabisht hala, qysh ka zbrit, ai e ka bind veten fillimisht se unë s'mujim su shkrimit. Mirë, qështu po vazhdojmë, deri sa ka thonë Allahu, po e lexoj çdo sure dhe çdo ajete që ngom mësu me alfabet latin, mirë po nuk mësoj me mësu Kur'anin edhe kur nuk janis me mësu Kur'anin. Ai tjetri, i cili është il shumë në alkool ose është il shumë në zina, ai ka bindjen që s'mund të mu largu. Ose disa prej tyre, me thonë ma mirë. E kanë bindjen që prej zinas nuk muj mu largu dhe vazhdojnë. Ose ai tjetri nuk muj mu largu prej prostitucionit. Ose prej zinas edhe nuk larguhet. Ndërsa treguesi, ndoshta më i mirë dhe më praktik i kësaj është se njerëzit të cilët kanë filluar me u fal, e thojnë këta praktikisht se para se mi fillu me fal e kanë llogarit që me i nejt namazit gati, mi fal 5 kohë namaz është e pamundur. S'ka mundsi. Tash kur ka fillu me u falë dhe është mishru me namazin dhe se len namazin, thot, qysh mundet njeri me nejt pa u falë? Qysh mu ka? Pse? Sepse ai paraprakisht e ka ndryshu bindjen e vetë, pastaj dhe ka fillu me vepru në bazë të bindjes që e ka ndryshu. Për ndryshe ai që se ndryshon bindjen, ai vazhdon me mendu se nuk muj më falë, së një rigati namazit, s'muj me mësu Kur'anin, s'muj më largu për qësaj, s'muj me lanë. Do ne e kemi një pjesë e namazlive e kanë problemi me duhan. Edhe ai me plot bindje të folë së në sunë e lanë. E qysh do me lanë kur ai ka bind vetën që sunë e lanë? S'ka. Kur se lanë, qështu jo kur.
Mirë po kur e bind vetën son muj me lon, ka me lon me lejnë Allah. Njerëz kanë lonë edhe senet, tjera dhe më të rona dhe më të mëdhoja, edhe që janë që varëshmëria për tu krijohet më lehtë se sa ndaj dohanit. Mirë po, problemin e kemi te bindjet. Muj me kry një punë, edhe i qasët pastaj sërëtys. S'muj me kry, veç e këshyrë. A banaki ka forcë 2-3 herë fish për me kry që të njëjtën, mirë po e ka bind vetën që s'mundet.